Arben, çfarë ndodh dhe pse ndjeni rrezikun ju nga po themi pakete e maleve? Pra çfarë rreziku ndjeni nëse kjo do futet në zhvillim? Ju mendoni që malet po themi nuk do zhvillohen nga kuksianët, do vi një investitor jashtë Kuksit për t'i zhvilluar, doni t'i mbani malet ashtu siç janë? Pra çfarë kërkoni në vetvete? Po investitor të ujë në Kukës është një rregull shumë fanatik, jemi shumë fanatik në Kukës ndaj investitorëve të huaj. Se në Kukës nuk mundet me ardhur një investitor i huaj me bën një investim. Marrim konkret për malin e Gjallicës, se janë shtikatoni temë dhe foli me shumë bindje për këta. Aty në mal Gjallicës nuk besoj që do të mundë një i huaj me ardhur me investu atje, nëse nuk është një nga fshati. Edhe nga fshati që do të jetë, pa u mbledh fshati, pa e vendos dhe pa e miratu fshati, ai nuk mundet me investu. Unë, si banor i fshatit Shtiqën, unë kam të drejtë me dal me rregullu stan, nuk e pyes fshatin për me rregullu një stan, për me dal me baktit, se është e drejtë absolute e çdo banorit të fshatit me rregullu stan, me rregullu për blegtorinë për gjanat kështu. Ama për investime strategjike këto gjanat duhet me marrë një lejen në fshat, me ta dhënë lejen në fshati, edhe masanej me vazhdo procedurat tjera. Kurse për investitor të huaj nuk besoj se bëhet kjo në Kukës njerë, nuk është e pa, edhe kjo është edhe për ta mbrojt malin, se e kemi edhe një farë mendimi se si nëse do të hinë kështu investimet siç pretendojnë këto, se këto nuk janë investime dobi prurse për popullatën, për banorët e zonës, ose për ne, ose që na damton malin, ose këto janë investime dobi prurse vetëm për ato që duan këto politikanët, siç kanë ndesh gjithmonë, edhe kjo ne e dim që është abuzive, edhe ka për një person, për një individ. Thjesht me siguru karriken ose me siguru pushtetin e tij. Po kjo nuk sigurohet duke shkel dhe duke mposht popullin dhe duke shkatru çdo gjë të popullit. Që na e kena rujt malin, e kena rujt e rujm si sytë e ballit, do më ardh kime na shkatru tash, pse ka interesat e tij personale. Po kjo jam shumë i bindën, se edhe nga mesazhet që më kanë ardhur, nga thirrjet që më kanë bërë shumë, jam shumë i bindën që në Kukës nuk mund të ekzistojë kjo. Nuk është e pa, nuk e çon dot Kuksin Edi Rama, se kanë qa burra më të mirë se Edi Rama, e kum cek edhe në video se kanë qa sërp në 1911 një pa e çon Edi Rama. Arben, çfarë ndodh nëse po themi Rama vendos që t'i jap një po themi mali Gjallicës ose t'i jap një zonë ose disa bjeshk të Kuksit që t'i shfrytëzoj, t'i zhvilloj një ndërtues, po themi strategjik, dhe të mos ketë miratimin ndërtuesit, mos ketë miratimin e po themi fshatit kuksianëve. Pra si do e përballoni këtë lloj vendosmërie të Ramës për ta zhvilluar atë zonë, dhe ju nëse jeni kundër, çfarë reagimi do keni, pra si do e kundërshtoni? Nëse fshati të cilit i takon mali nuk është në dakord, jam shumë i bindën 100% që nuk ka shtet që mund ta realizojë ata. Jam shumë i bindën. Jam shumë i bindën, pavarësisht se nuk përfaqësoj unë ndoshta as fshatin tim, am kupton. Por duke ditë mentalitetin dhe atë që kemi ne si popull, si vend, ashtu që nuk e kemi pak si ulje nëse ne na futet dikush i huaj në fshat. Edhe bën një diçka vallë. Unë mendoj që është e parealizueshme, pavarësisht deklaratave e gjanave që bën kryeministri, ja bën një politikan tjetër, kryetari i bashkisë harta ata di pse si ka bën. Nuk i bën dot hartat kryetari i bashkisë dhe nuk mund t'i dorëzojë sepse e di se i djeg. Se e di mentalitetin e të gjithë banorëve në zonë, sa ai nga Bicajt është Venalia ai. E di shumë mirë dhe prandaj ai është me vonesë në këtë gjë, dhe mund të mos i dorëzojë fare ai, mund të dorëzojë detyrën e hartat si dorëzon ai, se e din mirë ai. Se njerëz do t'i sulen edhe këtij pastaj. Nuk është problemi që vetëm bën harta t'jepi malet atij edhe on mali këtij, po jo se deri sot i kujt ishte mali, kush e mbrojti malin, kush u kujdes për malin, Edi Rama. Edi Rama sa të kujdes për ne si banor. S'ka fare përgjegjësie se si jetojmë, ku jetojmë, çysh jetojmë.
Unë thash ne s'kemi drita në 2025 sa ki fol për pralla për Europën dhe do investoje në male. S'ka drita re. Ki kuja jep troni pak shime rafi kin dritat. Qa do me bon kin mal? Vazhdo bën fush njerë, na rregullon e, masa ne folim për malet. Na siguroj jetesën ne, folim për malet. Po jo pa na siguroj jetesën e pa asë një gjumë, e merret me malet ki. A larga ja punë, do vite me mrrinjt e malet. Kështu që të rije i qete Dirama, kryetari i bashkisë Kukësit edhe çdo kush. Cili janë problemet kryesore të qytetit të Kukësit sot për sot? Infrastruktura rrugore një është cop çdo fshat. Në çdo fshat e kemi po marrim rastin konkret është një fshat Mamës, është 7 kilometër nga qyteti i Kukësit. Atje duhet me shku me tank. Ju kom bon thirrje banorëve të zonës disa herë për protesta, po pavarësisht se politikat e gjanat jo po mhekin prej punë, jo po infrastruktura rrugore është ujërat e zeza, ujë i pishëm, Kukësi 99% e ujit pishëm derdhet në liçenj. Sepse nuk ka mundësi shteti me fut në tubë, pa bon as të një kosto shpenzimi, pa pas as të një farë me rrjedhjet lirë, me sjell ujin me furnizohet qytetin e Kukësit 24 orë me ujë. Derdhet ujë. Shteti nuk ka mundësi me blet tuba, me fut ujë në tuba me sjell në qytet. Tash a mund të ndodhe kjo në botë që të ketë ujë, të derdhet ujë dhe mos ja japish banorëve, popullit, ta lesh pa ujë. Ti verës e di se në qytet Kukësit ke 20 minuta në gjes, 10 minuta në drek, e në dorë vjen e s'vjen ujë. Kjo është skandal. E ujë derdhet në liçenj. Arben, si mbjetojnë qytetarët e Kukësit, pra me çfarë merren, çfarë punësh bëjnë, çfarë prodhojnë, çfarë kushtesh kanë, çfarë mundësish u jepet qytetarëve të Kukësit që ta ndërtojnë një jetë në këtë qytet? Rroft e migrimit, rroft Anglia. Dhe kjo është ajo baza, do me thënë, është të ardhurat kryesore e migrimit. Se nuk ke këto, nuk ke siguri të unë 3 vjet rresht kam mbjell patate dhe kam tregtu, pasi që fshati jem vaditet nga një kanal, është një ndër kanalet të vaditse më të mëdha në veri, mund të them, është e ka zgjagjit i ndërtuar, edhe si vjet nuk na kanë lëshu as kanalin. As ujin vadic, edhe si vjet nuk kom mjell patate unë. E lash atë biznes sepse vjet dola me një prodhim shumë dobët. Por shkak se kur mu desh ujë, nuk kisha me vadit patatet. Edhe mu prish e gjithë. Tash çat kërkosh. Ndërkohë që uji derdhet, siç thash, se është edhe një hidrocentral, ku punon hidrocentrali, e ku bën alarmante disa herë, po nuk ka rënë vesh të shurdhur, edhe ja lëshojnë hidrocentralit ujin. Ku ndërkohë hidrocentrali e ka në kontratë marrëveshje që ujin nga data 15 maj deri me 15 shtator t'i lihet fshatit për vaditje. Kontratë që nuk e zbaton. E marrin ujin gjithë verës, vetëm ne lëshojnë ndonjëherë kështu me orar. Edhe po të marrësh drejtorinë e bordit kullimit e këto thonë jo s'ka luma ujë. E grumbullim ujin edhe tash i luma ujin, e lumën e shohim se shkem edhe lajmi verës në ta. Ka sa dush, edhe hidrocentralin e shohim duke punu, po nuk qahet. Kjo është sektor mafioz aty, besoj se e di këtë aty, se mafia kontrollon energjinë, se mafia gjithmonë kontrollon aty ku ka burimin e të ardhurave më të mëdha edhe por emigrimi na ka ndihmu dhe vazhdon të na ndihmoj. Pastaj mundohemi kështu me çat mbijetesën e këtunit me çat mundemi domethënë. Shumë zona të veriut, siç ishin Valbona, Thethi, pavarësisht problematikave të fundit ku disa ndërtime të bëra nga banorët aty u prishën nga shteti, a besoni që edhe Kukësi mund të ketë mundësi të zhvillojë turizmin, agroturizmin, të ndërtoj bujtina, ndoshta të ndërtoj dhe ndonjë pistë skish, se mundësit janë, dhe të jepet zhvillim qyteti që ndoshta ata njerëz që janë aty të mos e shohin më emigracionin si një shpëtim, por të fillojnë të punojnë në vendin e tyre. Kjo është një diçka shumë e mirë, bujtina ka në Kukës, ka në shumë fshatra ka bujtina, edhe më pëlqen se vazhdojnë duke bë bujtina, por amon ligjet e shtetit që vijnë shteti me bon shtet
dhe do me fillu me bon shtet me ata që bëjnë bujtina, që investojnë sa do pak të ardhura që i kanë, duke i dal jashtë kontrollit shtetit, kryeqytetit dhe qytetet e mdoja që s'merren leje as për pallata as për edhe shteti na kërkon ne që të marrim leje, ku ndërkohë nes na jep lejen, a ditë që s'na jep lejen ne shteti. Ne kemi tokën e trashëguar, po në ligjin 7501 ajo nuk është e jona. Se kur shkojmë për me marrë leje, jo thot po s'ki letrat e tokës. Po toka është e ime, ç'a letra çdo ti? Të kërkon letrën ai. Letrën edhe nuk ta jep, ne nuk ta jep me ta njoft si pronë tonën, që s'ekziston shtet në botë që të mohon pronën, vetëm në Shqipëri, të mohon pronën, edhe mrapa më thot jo më jep leje, më thot e bujtin se unë detyroj me rregullu pa leje ata, se do ta rregulloj që është toka ime. Ai s'ma nje tokën mu. Edhe këto plas konflikti. Po kjo sektori i turizmit është një ndër sektorët më fatkeqësor s'kudo në botë. Kjo është edhe mund do të më shlebon shumë qefi, që të bëhet një diçka në Kukës, qoftë një spisë s'kish sigurteti, qoftë zgjerimi i bujtinave e të gjithave, por në bazë të rregulla, konform rregullave të banorëve dhe me pëlqimin e banorëve e çdo gjë. Po jo me pëlqimin e një individit për të shit ose për të dhënë me koncesiona që shikaki, siç boni jo me rrugën e kombit e jo me gjëra të tjera, siç do me bën edhe me malet e me këto gjanat, por investime nuk kanë se Kuksi gjithmonë kanë ecë në harreja, se dhe arsyet janë këto, se shtetet çdo pushtet kanë thyrë në Kukës. Edhe gjithmonë Kuksin e kanë po, tashin ndoshta e kanë shu pak atë shikimin edhe pak përpjekjen se duan me hinë në Kukës, se e dinë se Kuksi ka për turizëm malor është Kuksi është i veç për ata që e dinë që e kanë shkelë dhe ka turizmin malor e ka spektakolar Kuksi, ka lume, ka liçenin, ka male, ka fusha, ka lëndina, ka edhe tash janë sul Kuksit, po e kanë të vështirë me e qau me Kuksin. Për këta jam shumë i bindën. Arben, Kuksi ka nxjerr disa biznesmen shumë fuqishëm, të cilët sot për sot ca i konsiderojnë oligark, ca i konsiderojnë biznesmen, por janë goxha biznesmen që janë të fuqishëm në vendin tonë dhe kanë ndikim shumë të madh në ekonominë shqiptare. A do ishit dakord ju dhe a do e kërkoni që ndoshta këta biznesmen në të mirë të komunitetit kuksianëve dhe të vendit ku ata kanë lindur të fillojnë dhe të investojnë sigurisht në dakordsi bashkë me banorët, pra që të bie dakordsia dhe të fillojnë të ndërtojnë diçka të bukur për këtë qytet? Unë jam shumë dakord, po biznesmen i dim këta rregulloret e ma shkurt me thonë rregulloret e kanunit, thojt këtu, edhe prandaj nuk futen direkt me dal në skenë ata, se nuk mundet ai, marrim shembull Kastratin, që është ndër më të fuqishmit në Shqipëri, a? Kastrati i din shumë mirë rregullat, kushtet edhe ligjet e çdo fshati këtu. Edhe Kastrati nuk mundet me investu qoftë edhe në fshatin e vet lindjes në Mbrot, pa marrë lejen e të gjithë fshatarëve, pa i dhënë lejen ato, ai nuk mundet sa atje me bën investim, jo të vjen të bëjnë katon temin. Është sa i normal që një kuksion do të vjen të investojë në Kukës. Por kjo punë duhet pa një, duhet sigurohet thash, duhet sigurohet një herë jetesa, këto të jetojmë si njerëz, masanet vazhdojmë me investimet e turistë që duan me bën këta për veten e tyre, se na turizmin po munduemi vetë me reklamu e me investu e me forcë, me sakrificë. Po tash këto kanë pas se ka shumë gjana të pa me Kuksi dhe duan me lëshu në Kukës si, po jo, nuk ja dalin dot ashtu. Edhe biznesmen kuksian i din rregullat shumë mirë, për ata nuk munden ata me ardhe me hy këto, qish don ai i mallkuari siç e quajnë. Arben, a ke një këshill për kryeministin Rama ose sugjerim ose Me arrit fjala ime deri atje kam. Këshilla edhe sugjerimi është ki. Hajde një herë pyeti banorët se çfarë hallesh kanë e çfarë probleme, se siç thashun, ne s'kemi ujë o vëlla, ne mbijetojmë ujë derdhet, ne s'kemi ujë me pi. Derdhet në liçen ujë, shkon dam ujë. Nuk e fut në tub me na pran ujë, ne s'kemi ujë, s'kemi drita, s'kemi rrugë, s'kemi kanalizimin e ujërave të zeza, ka mama kabër, i moj mërat e zeza nëpër gropa, i pastrojmë me dorë. Kjo është, hajde investo, të jetojmë si njerëz vëlla, kemi rrugë, drita, ujë, masa ne folim për gjëra të tjera, për turizmin e për këto. Folim
Ki do me investu në mal, po ku i qënë ujat e zeza në mal, ki ku i shkarkon? Që pos pate degzimin e, e ujrave të zeza, e ujrave për me pije, për me laj, për me pastrof, që si investon ti pa ujë, vëlla. Kjo është gjonja ma, ti si mundesh me investu, kur s'ket siguru me hala energjinë elektrike, nuk e ke non-stop. Se të fiket ajo, kur do e fikin, se qa bëjnë me tani zot e di, ha? Po amon, sugjerimi është ki, na krijo kushtet njerëzore për me jetu si njerëz. Mrapa në flasim për investimet. Të kemi rrugë, ujë, drita, këto duhet ne.